Da biде pojasno. Përshëndetje gjithëve, sot jemi në episodën e radhës, ku bashkë me kolegen Vanja dhe profesorin Kirill Barbarev do të diskutojmë temën për modelin shoqëror dhe sa është i zhvendosur nga vlerat univerzale. Ka profesore, në slučajnove повикавме да ни гостувате во денешната епизода од подкастот, бидејќи во фокусот на ова издание е новиот општествен модел, односно луѓето кои тој на некој начин ги произведува, идолите на новите генерации, факторите на кои што тие се огледуваат и промените кои дигитализацијата ги направи во нашето секојдневие. Па тука јас би го почнала разговорот со извадоци од бюлетините кои ги лиферуваат од Министерството за внатрешни работи. Полицијата информираше дека двајца средношколци од Тетово нападнале друг ученик, група малолетници во Скопје исто така нападнале свој врсник, а слободна рана се здоби и малолетник откочени, откако со остар предмет бил повреден од друг малолетник. Кој е вашиот коментар за ваквите случаи, каде може да ги алоцираме причините и одговорностите за агресијата кај младите? Агресивитетот тектаринт gjithmonë ka qenë një dukurie e cila ka ndodhur edhe në të kaluar në ajo që ndoshta është shqetësuese në 20 deri 30 vitet e fundit është gjithë një elani më i madh dhe numri më i madh i gjendjeve të cilat lidhen me agresivitet, me konfliktuitet nga aspekte të ndryshme dhe me gjas këtu ka më shumë fenomene dhe më shumë arsye se çka ndodh. Unë duke u përgatitur për këtë emision lexova disa hulumtime të cilat janë bërë për agresivitetin dhe ka aty disa të dhëna interesante si ishin buletinet policore në periudhën prej vitit 1945 deri vitin 1990 dhe si janë buletinat policore pas vitit 1990. Të dhënat janë frapante, të themi për shembull ajo që ka ndodhur prej vitit 45 deri 90 është një lloj si ka ndodhur në 10 deri 15 vitet prej 10-15 vite 90 pra deri 2005. Kjo tregon se shumë procese shoqërore, shumë narrative në shoqëri dhe ekonomike, politike, sociologjike dhe arsimore ndërlidhen me atë se çka ndodh me të rinjt, ajo që është karakteristike dhe që edhe unë si njeri i cili vin prej arsimit ku çdo ditë punoj me të rinj dhe duke i ndjekur ato tendenca bashkohore është se tre procese në 30 vitet e fundit seriozisht reflektohen në jetrat e njerëzve. Kjo është globalizimi si një proces i cili në këto 30 vite ndryshon, bën migrim të madh, krijon shoqëri të reja, shprehi të reja, kultura të reja, pra një treg të hapur, mundësi të hapura për të rinjt. Tema e dytë e cila një lloj ndryshon gjendjet në shoqëri është digitalizimi dhe presioni i fuqishëm i teknologjisë informatike dhe e treta një botë më individualizuar përkundër asaj që ka qenë në 30 deri 40 vitet e fundit ku është zvogëluar empatia, bashkëndjesia, kemi një dinamik të shpejtë të ndryshimeve shoqërore dhe gjithë kjo reflektohet në jetën e familje dhe në cilësinë e jetës të individit dhe tani çka është ajo që neve na ndodh në këto 30-40 vite në bazë të ndryshimit të kulturës shoqërore e gjithë kjo mund të jetë një fotografi e shkurtër për gjithë ajo që ndodh, ndërsa analiza për shëndetin mendor të të rinjve tregon shqetësime se ne jemi diku në vendin e 4 për situata konfliktuoze të rinjt dhe me atë çka ndodh në shëndetin mental. Profesor desha t'ju pyes nëse mendoni se modeli shoqëror është shumë zhvendosur në kontekst negativ nga vlerat konvencionale dhe univerzale. Për shembull para më shumë vitesh para erës epokës rrjeteve sociale, pra
modeli shoqëror ishte ndonjë mjek, ndonjë profesor, ndonjë mësues, ndërsa tani janë disa influencues ose figura të njohura nga pop kultura, pra që lidhet me para të shpejta, me fuqi apo pushtet, me gjëra të tilla. Kultura shoqëri është produkti një procesi afatgjatë të më shumë gjeneratave të cilat krijon vlera në atë shoqëri. Ajo që ndodh tek ne është një pasqyrë që vjen nga bota globale. Ajo që është për të shqetësuar te ne është rezistenca e shoqërisë, rezistenca e atyre institucioneve dhe roleve që janë të ngarkuara me formimin e një kulture në një shoqëri me vlerat e vërteta. Çka është ajo që e tërheq shoqërinë para? Cilat profesioni e çojnë shoqërinë para? Çka është ajo afatgjatja për mbijetesë të shoqërisë? Është ajo që tani është çrregulluar dhe të rinjtë nuk munden nëpërmjet atyre institucioneve ta identifikojnë rolin e tyre nëpërmjet të cilës dëshirojnë të gjenden në shoqëri dhe ata identifikojnë disa vlera të themi të rreme me të cilat mendojnë se do t'i tërheqin para dhe do të arrijnë sukses në vizionin që kanë për vete dhe mendoj se këtu ne shumë gabojmë ne të rriturit nëpërmjet institucioneve arsimore dhe kulturës së politikës në këto 30-40 vite, cilat janë ato vlera, cilat janë ato modele nëpërmjet të cilave duan të rinjtë që të identifikohen. Sa mbështetet vërtet koncepti i vërtet i vlerave në shoqëri, sepse shihni kur një i ri arritet dhe zhvillohet të rriturit, shoqëria, familja, arsimtarët, pra përpiqet të shpjegoj njeriu se duhet ta dojë atë shoqëri, duhet të jetojë, mirë po i riu që ta dojë atë mjedis, dëshiron ti identifikoj pra modelet e suksesit, ku e sheh ai vetveten pas 5 ose 10 viteve si profesor, si arsimtar në këtë shoqëri, ose dëshiron prej moshës 15 deri 20 vjeçare të largohet, pra të rinj nuk mund ta gjejnë rolin e vetë në një shoqëri dhe ata kërkojnë disa modele të cilat janë me afat të shkurtër, të cilat në fakt janë idhuj të cilat nuk mund të tërheqin para e as shoqërinë të heqin para. Ndoshta kjo është ajo që duhet të jetë ndryshimi kyç i shoqërisë, kjo është vendosja e vlerave të vërteta të asaj për çka duhet të ekzistojnë institucionet. A mendoni se në aspektin sociologjik diskursi si fuqi është i lidhur me këtë detaj? Politika shfrytëzon një diskurs shumë të fuqishëm, gjithçka është reduktuar në fuqi dhe ka harruar të paraqesë vlerat. A mendoni se kjo lidhet me këtë që thatë? Unë mendoj se në shoqërinë tonë në këto 30 vite politika ka luajtur rol shumë negativ për këtë për të cilën ne ku kemi arritur, ajo mendon se mund të rregulloj gjithçka dhe nëse mundeni të shihni politika është e pranishme faktikisht çdo kund, ajo përpiqet që t'i krijojë raportet edhe brenda, mirë po ajo nuk mund t'i dalë sepse dëshiron për një afat të shkurtër t'i shohë rezultatet, sepse shpejton me sukseset e veta në zgjedhjet e ardhshme, qofshin ato para pas 1, 4 apo 7 viteve dhe nëpërmjet një koncepti të tillë institucionet ose një pjesë më e madhe e institucioneve kanë humbur rolin e vet. Shihni se si emërohen liderët e institucioneve në pjesën më të madhe të sektoreve në shoqërinë tonë tash e 30 vjet, si shkojnë punësimet dhe të gjithë këtë të rinjtë e shohin, e regjistrojnë ose e përjetojnë, sepse i riu nëpërmjet shkollës, nëpërmjet qasjes të përditshme me arsimtaren, nëpërmjet metodave, si është jeta në shkolla, si është në fakultet, çka i ndodh të riut pas shkollës. Është po ashtu obligimi i shoqërisë në krimin e atyre konteksteve sociale dhe relacioneve të atij diskursi dhe
faktikisht nëse këtu mundeni të vërreni, aty e ndërton pra i riu raportin me shoqërinë. Kjo është shqetësimi, jo vetëm tek të rinj, por edhe tek të rriturit, të cilët nuk mund të identifikojnë shoqëri ku don të jenë produktiv dhe të kontribuojnë. Po, me që mendoj se në shoqëri tani edhe politika është e reduktuar vetëm në parti politike, ndërsa politika është shumë se kjo. Për shembull, universiteti si një stakeholder dhe aktorët tjerë, për shembull të themi pjesa instituteve, think-tanket të rinë mendoj se politika janë vetëm partitë politike, por jo dhe aktorët tjerë. Politika shumë më shumë se kjo, desha të ndërlidhem. Nëse arsimi të menduarit kritikë në këtë halkë, ku mbetet kjo, çka është zhvendosur? Në fakt, arsimi është ajo që duhet të mësoj të rinë për të menduarit kritikë, të dyshojnë nëse ekzistojnë më shumë definicione. Çka është qëllimi i shkollës, arsimit? Një prej definicioneve më të mira është ajo që e thot John Dewey, i cili thot se qëllimi i arsimit është arsimimi. Kjo tregon se nëpërmjet procesit të mësuarit ju duhet të mësoni të nxëni, sepse jeta është aq komplikuar, aq ndërlikuar që sado që t'ju ofrojnë në shkollë është tepër pak për atë që kur do të dilni prej shkolle. Për këtë flet shumë mirë një pedagog briljant Anrish Nurui, i cili thotë se arsimtari duhet të jetë intelektuali më i rëndësishëm në shoqëri, sepse nëpërmjet arsimtarit të nxënësit dhe të rinjt pra ballafaqohen dhe u hapen dritaret për atë me çka ata do të luftojnë për mirëqenien e vetë dhe të shoqërisë dhe botës ku jetojnë. E tani këtu është ajo mençuria, si të krijoni arsimtar, si të krijoni institucione arsimore, ku temat e përditshme, dinamika e shpejtë asaj që ndodh në shoqëri, ju do të arrini ta sillni me nxënësit. Pa dallim nëse ata janë në klasën 5, janë të mesmës, në fakultet, ju patjetër të dini të bisedoni për temat të cilat i prekin fëmijët që nuk janë në shkollë, edhe kjo i prek menjëherë pasi të dalin prej shkollës, si digitalizimi, ndryshimet e shpejta në shoqëri, parat, demokracia liberale. Shihni sot gjendjen e një prindit, çka të bëj pas shkollës për fëmijën nëse duhet ta regjistrojë, të mësojë gjuhë plotësuese, të shkojë në aktivitete sportive, ai gjithë duhet ta paguaj. Këtë nuk ta siguron shoqëria në kuadër të arsimit në krimin e përmbajtjeve të tilla, të cilat janë shumë të rëndësishme për krimin dhe sensibilizimin për jetën në shoqëri. I tillë është животот во општеството. A jetojmë ne në një botë paralele, pse ka kaq shumë stereotipe dhe paragjykime, cili është ëndra e një Maqedonasi 15 vjeçari apo e një shqiptari të njëjtës moshë, të një romi kështu me radhë. Kjo hap shumë pyetje për njerëzit të cilët merren me politikë, se si do t'i qasen kësaj. Kjo është një punë e përditshme, një punë institucionale arsimore, të krijojnë intelektualë të cilët do të dinë pra këto tema, të sensibilizojnë për nxënësit, për të cilët nuk mund të mbetemi imun dhe të themi tani ne nuk do të bisedojmë për atë se çka ndodh me konfliktet në botë, me luftën, këtë e shohin fëmijët, kjo i prek ata, çka ndodh me arsimimin seksual, kjo është një temë e përditshme, nuk mund të thuash se nuk do të bisedojmë, mirë po patjetër të gjesh mënyrë se si të bisedosh, sepse ajo që sot është një problem i madh në Maqedoni, por jo vetëm edhe në Maqedoni, edhe në botë, është se gjithnjë më shumë tema nuk vinë prej familjes së tij.
të ndihmojnë që ti zgjidhesh, mandej fëmijët nuk kanë mbështetje as te familja as edhe tek arsimi. Kjo është tema ku shoqëria jonë duhet shumë të punojë që të mund të krijohet në gjenerata me të menduarit kritik. Një gjë e mirë, e kjo është tema për të cilën në shoqërinë tonë patjetër të punohet shumë që të mund të krijohen gjenerata me të menduar kritik. Një libër shumë i mirë se si do të jetë ardhmëria e arsimit, çka është ajo me të cilën ne duhet të merremi me politikat arsimore në politikë, është se 4 tema janë kyçe: të menduarit kritik, kolaborimi, puna ekipore, si të mësojmë të punojmë në mënyrë ekipore, komunikimi, si komunikojmë ne njëri me tjetrin, dhe kreativiteti. Në bazë të këtyre parimeve ne në fakt duhet të kemi atë konceptin e një dite në për të cilin duhet të kaloj një fëmijë, sepse është shumë e rëndësishme se si një i ri do të harmonizohet emocionalisht, do të balancohet përkundër asaj se a do t'i di barazime diferenciale. Pra, sepse me disa tema nuk do të merremi gjatë jetës, për ne është me rëndësi të zhvilloj disa shtylla ku do të luftoj gjatë jetës në një mënyrë adekuate përderisa jetoj. Ju përmendët familjen, ndërsa statistikat tregojnë se çdo i 7 kuror pra prishet. A mundemi të flasim për inteligjencën e zvogluar emocionale që kapet me atë garën për para ose për një liri më të madhe financiare? Cili është komenti juaj në lidhje me këtë? Unë përmenda se si shoqëri pas viteve të 90-ta ne hytëm në një koncept të ri dhe u hapën shumë sfida për çdo individ, por edhe në përgjithësi për shoqërinë. Këto tema nuk duhet të harrojmë se ndoshta edhe kjo shoqëri me shekuj ka qenë një koncept patriarkal i rregullimit familjes patriarkale që pas viteve të 90-ta shumë pjesë të asaj mënyre të menduarit të kalohen, promovohen vlera krejtësisht të reja dhe ne hymë në disa tema të cilat në fakt ndoshta para 30-40 viteve kanë qenë karakteristike për ndonjë shoqëri të re, por ky koncepti hapi këto tema. Ajo që tani është me rëndësi përsëri ndërlidhet me ne, për çka fola edhe pak më parë, në ç'më mënyrë rregullohen ato relacione, si është mënyra e komunikimit në krijimin e atyre raporteve të reja, si do të zgjidhim problemet e vjetra, sfidat që i kemi krijuar. Kështu që këto janë tema një lloj të arsimit dhe edukimit, sepse ata prindër dhe familje kanë kaluar nëpër një koncept të arsimit të ciklit të parë, të dytë, të cilat patjetër të kenë shkallësi të caktuara si të tejkalohet kjo. Kështu që këto janë sfida dhe shoqëria ani do të ballafaqohet me sfida të reja të mënyrës dhe stilit të jetës, sepse koncepti i qasjes individuale shumë promovohet. A do thotë kjo se pasi përkulemi pra procesit të komunikimit, edhe pse kemi mjete komunikimit sofistikuara të cilat e lehtësojnë, mirë po me gjas diku ngecim, sepse nuk dim ndoshta të komunikojmë gjërat deri në fund. Mendoj se sot një njeri është i ballafaqur me shumë informata, me një koncept madh të ndjekjes kanaleve të ndryshme komunikuese, duke filluar nga televizione, të rrjetet sociale, emisione të këtilla, dhe njeriu nuk mund të ndjek nëse nuk ka mundësi se të gjej mënyrë pra si të selektoj ato. Tani në fakt ndoshta çështja kryesore si literacia mediale edhe nëpërmjet arsimit dhe shoqërisë, sepse ti patjetër ta dallosh atë më pak të rëndësishme nga ajo më shumë e rëndësishme. Të rinj të ballafaqohen me shumë informata, çka si mund të arrijë ai të identifikojë se është diçka e rëndësishme për të dhe për ballafaqimin me sfida në shoqëri. Kështu që këto tema janë një sfidë të gjithëve në shoqëri dhe është një qasje multidisiplinare. Kjo nuk është vetëm një qasje e familjes apo arsimit, por edhe atyre duhet ju ndihmojë
кај информациите што може да се најдат особено на новите медиуми, доста актуелна Курим е те темата со информационите менталното здравје и свеста за оваа тема некако Тема постојано се обидува да ја зголемат психолозите, психотерапевтите, тука имаме и се повеќе тренери за личен развој. Но иако гласно се зборува за оваа тема, имаме загрижувачки податоци од истражувањата на оваа тема. Јас ги извадив заклучоците од истражувањето на Филозофскиот факултет, кој покажа дека 64% од младите имаат предизвик со депресија, а невладината Хера нотираше дека дури 52% од нашите девојчиња на 15 годишна возраст и 29% од момчињата на иста возраст страдаат од повеќе психосоматски симптоми. Како да го објасниме овој куриозитет? На некој начин се зборува гласно за менталното здравје, а имаме се повеќе симптоми на негово нарушување. Симптомата чрегулимтати. Покјота имашта карактеристике де евиденте јан тадана тектаринта че балафаќона като ѓендја, а јоќе шочари парпиќет партизвоглуар като проблеме да партизидор като свида, ашња фокуси фучишам и жвилимит социоемоционал, га моша ерења професор Морич Миминобел дуке išpjeguar bota se sime investime $1 на мошен парашколоре и хтен штата ма $1 на шотјари. Нукашта телби та сјарошката финансијаришта пор на се на се клионния системта мир та арсини де дукимити до та криош кютетар де тарин та цилят маме гузим дот балафатјон ме свида де проблемет на парта цилят калјон. Кјотјан дот сот ме тарин та што përshkaktë asaj shtyllës që ata gjithnjë pak e gjen tek familjet dhe tek institucionet, shkolla. Një pjesë e madhe e modeleve pra reflektojnë, rifigurohen një i ri, derisa rritet ai kërkon në modelet e identifikimit dhe ai kërkon në një njeri tjetër për t'u bërë njeri. Sepse fotografin për vetë ai e krijon nga të tjerë dhe nëse rritesh në një mjedis ku dikush të gjykon të thotë se ti nuk mundesh këtë, nuk mundesh atë, dhe matrisat e këtilla krijon modele të konfrontimit dhe konformizmit dhe problemeve me vetvete. Nga ana tjetër, koncepti i asaj që folëm pra presioni financiar, ngutimi për të ardhurit e parata, do të ndjekin influencerët, krijojnë probleme me vetveten dhe vinë në situata tek të cilat vinë pa çrregullimi dhe zgjidhja e problemeve në shkollë, po ashtu reflektohet tek të rinjt, situata të caktuara të konfliktit ndërmjet djemve dhe vajzave janë situata ku shërbimet profesionale, sektorët social, institucionet policore patjetër të gjejnë mënyra për zgjidhje më të shpejtë. Nga ana tjetër, problemet të caktuara të cilat shfaqen po ashtu janë produktet institucioneve të caktuara të cilat ndoshta në mënyrë jo adekuate reagojnë. Ju parashtroni pyetjen sa një i ri mund të ri jashtë gjatë ditës, pra ekziston ligj që janë të definuara saktë këto. A i shërbehet alkool të rinjve, kush duhet të reagojë? Nuk mund të reagojë prindi, arsimtari, por duhet të reagojë sistemi. Këto tema po ashtu janë tema të cilat nga jashtë reflektohen ato që ndodhen në shkollë, është rritur prania e alkoolit, e narkotikave. Pra, mendimi im është se institucionet arsimore, shkollat patjetër të bëhen vendet më të mira në një mjedis ku pa dallim nëse ai mjedis është prej 5.000 apo 100.000 banorëve dhe ato vende patjetër të bëhen modeli identifikimit të rinjve se kjo është vendi ku unë dua të kaloj pjesën më të madhe të ditës, sepse nëse ajo nuk është vendi ku unë dua të kaloj kohën, ku
ndodhin ato kontaktet e mira shoqërore, atëherë do të kërkoj diçka tjetër që ndoshta do ta ofroj rruga, ashtu siç ka interes rruga. Pra dhe këtu është guximi i shoqërisë dhe shtetit si të investojnë në atë jetë sociale, në ato aktivitetet të rinjve, të cilët nëse janë shumë të angazhuar, unë jam i bindur se shumë gjëra do të zvoglohen. Në kontekstin e digitalizimit përmendet edhe influencën, a bëhet tani si mani dhe obsesion të bëhesh i njohur. Pra kemi gazetarë të cilët janë shumë më të njohur se ideja e vetë, pra ata janë të njohur si figura, ndërsa nuk paraqesin ndonjë ide. Për shembull, çka mund ta ndryshoj rritjen e të rinjve kur ata shohin në jetën reale obsesionin që të bëhesh i njohur për asgjë. Po, ju kuptoj, kjo është një temë të asaj se çka i ndodh të riut përderisa është në komunikim dhe diskutim me të rriturit, pavarësisht nëse janë ata të rritur nga familja ose në sistemin arsimor. Unë jam i bindur thellë se diskursi i vërtet i komunikimit nëse ne dim ta bëjmë si arsimtar, si njerëz të rritur, si shoqëri. Pavarësisht nëse kjo është arsim formal ose jo formal, nëse ne arrim që këtë ta shpjegojmë si duhet, të tregojmë fëmijëve se ajo rrugë që e kërkon si model të identifikimit është pyetje se si do të arrish. Ti duhet ta vesh pra në situatë që ai ta identifikojë vetveten në çfarë roli duhet ta sheh vetveten. Dikush seriozisht pohon se kultura në një shoqëri është shumë e ndërlidhur me atë se si është praktika arsimore. Kjo është çka i ndodh nxënësit në shkollë. Што е тоа што му се случува на ученикот во училницата? Pedagog gjerman thotë shkolla është pasqyra e shoqërisë. Училницата е Ti nuk mundesh si i rritur sot një të riu të përderisa rritet ti thuash këtu ashtu është, këtu gjithmonë ka qenë kështu. Shqip gjindu disi nëse të përgjigjet, nëse jo do të gjejmë ndonjë njeri tonë të këtil të atil. Këto nuk janë muhabete. Një njeri 30 vite ballafaqohet me ato temat të diskutimit dhe thotë çka është kjo, kush do të zgjidh këto situata, nuk mund t'i lësh ashtu të rinj të shihni ju aktivitetin e të rinjve sa janë ata të kyçur në vendimarrje për përmirësimin e asaj se ku e shohin veten. Pra pyetni si e shohin të rinj të qytetin, cili është vizioni i tyre. Si duhet të duket shkolla ku ata shkojnë çdo ditë. Pra do të filloj me shkollën, qytetin e pastaj me shtetin. Prandaj shtetet të cilat kanë politika të mira arsimore, ato nëpërmjet demokracisë i pyesin çdo ditë nxënësit çka dëshiron të bësh. Përveç asaj se do të kesh matematikë, gjuhë, kimi, histori, pra lë një hapësirë dhe për ty më tregon çka dëshiron ti. Dhe në këtë mënyrë fëmia krijon modelin e identifikimit dhe thotë këtu e dëgjohet fjala ime. Ai thotë se më pyesin të rriturit çka dua unë. Okej, ai thotë ndoshta do të zgjedh për shembull kuzhinën, ndoshta bjeshkatari, ndoshta diçka që lidhet me gjeologjinë, nuk e di. Pra të gjendet diçka ndërmjet normave dhe ëndrave. Absolutisht që të mundet fëmia të thotë do të shkojnë atje, jo të dalë me animozitet nga arsimi dhe të them se për këtë nuk mundem muzikë, nuk di të vizatoj matematikë kështu me radhë dhe ti del faktikisht prej shkolle me shumë frustracione, me shumë animozitet. Shihni, pjesa më e madhe e agresivitetit ndodhet në shkolla, jo jashtë, dhe kjo tregon se sulmi, ataku është nga mos stimulimi i asaj që e ndjejnë ata. Fëmijët e përjetojnë në shkollën si dënim ku duhet unë të mësoj për të rriturit ose në shtëpi të mos dënoj. Duhet ta kuptojnë pra se mësojnë për vete.
Kjo është pra jo mençuria dhe dituria e neve të rriturve flas në përgjithësi si shoqëri, si do të arrijmë të krijojmë institucione të tilla ku gjithnjë më i madh do të jetë numri i fëmijëve të cilët do dalin prej arsimit, sepse qëllimi i arsimit, sidomos arsimit fillor që quhet arsim fillor, është që të aftësojë qytetar të përgjegjshëm në shoqëri dhe me vetbesim. Kjo është neni i dytë i ligjit për arsim, nuk është nota temë kyçe. Nota është dikund e rëndësishme, por nuk është më e rëndësishme. Nota është që ti vlerësoj ato cilësi tek unë, sa dal unë me dituri për shoqërinë time. Pra, a do të dua shtetin, dhe kjo përsëri lidhet me metodën e punës së arsimtarit, sepse te ne ndodh shpesh që do të dikush tani nuk e ka komponentën edukuese në arsim. Komponenta edukuese në arsim gjithmonë lidhet me komponentën arsimore, dhe kjo ndodh në kontinuitet. Këtë nuk mundesh ta ndash me thik tani është edukim, tani është arsim. Jo, derisa unë mësoj gramatikën për shembull dhe mësoj për ndonjë kohë trajtë gramatikore, unë mësoj dhe më fitoj dituri për atë gramatikën, si përdoret trajta e ardhshme, por njëkohësisht shfrytëzoj edhe shkallëtësinë, njëkohësisht edhe arsimtari zhvillon tek unë një qëndrim për gjuhën time, për kulturën time, për adeun tim, për kulturën e të shprehurit, për kulturën dhe metodën e diskutimit, çka do thot dikush tjetër të folë, unë të dëgjoj dhe të diskutojmë bashkë. Kjo është ajo ndërthurja e mençurisë me praktikën, unë prej ore dalë jo vetëm të di vetëm për kohën apo trajtën se si krijohet koha e ardhshme në gramatik, por si është qëndrimi për gjuhën time amtare. A kështu e mësuam në gjuhën amtare? Ne gjithmonë flasim për atë se si komunikojmë me njëri me tjetrin, si debatojmë në emisione politike, si debatojmë ndërmjet nesh si të rritur. Gjithë kjo është kultura e të shprehurit që mësohet në arsim. Ku ta mësoj këtë i riu? Dhe kjo për të cilën flasë nuk është vetëm obligimi i një lënde mësimore. Ajo është edhe lidhja e atij që jep fizikë, pedagogji, vizatim dhe nëpërmjet këtyre metodave dhe modeleve ti e vjen në situatë që të zhvilloj të menduarit të kritik, dhe ai nesër nuk do të ketë problem të bëjë dallim nëse modeli do të jetë diçka që është afatgjate apo do të jetë ajo se dituria është që çon para, mençuria është ajo që çon para, jo fotografitë, imazhet ose çfarë do qoftë që është një farë interesi ku do të vi unë deri te një popularitet ose financa, por gjithë kjo pas 3 ditësh është diçka tjetër. Profesor, unë para një kohë të caktuar shkruva një kolumnë, pra baza e profesorëve anonim, ju nuk jeni pjesë e kësaj, kjo sidomos vlen te pjesa shqiptare në Maqedoni, a e ndjeni këtë letargi, sepse profesorët botë akademike është në një letargi, nuk dëshiron të merë pjesë në debatë publike, nuk duan të marrin përgjegjësi. Nuk e di me fanatizëm e ruajnë atë komfortzonën dhe nuk duan të qortohen kushtimisht me askën, dhe prandaj nuk marrin përgjegjësinë në botën publike. Po, ju kuptoj dhe me një pjesë të këtij konstatimi unë mund të pajtohem me një pjesë të profesorëve, por me pjesën më të madhe nuk pajtohem. Arsyeshmërinë e gjej në atë se kjo shoqëri din të jetë shumë problematike ndaj njerëzve të cilët kanë raport kritik ndaj shoqërisë
analizë dhe realitetit dhe politika mendon se atë e atakon dhe e marrin si personale dhe kjo atëherë reflektohet në marrëdhënien me atë njerëz se si e trajtojnë shoqëria. Je kjo se ajo parti ndërsa ti ndoshta gjatë kohës reflekton një vizion tëndin intelektual ndërsa dhe gjenden ato në rrugën në të cilën këto. Ata e marrin si sistem binar 0 ose 1. Nëse përgjigjesh u përgjigjet, thonë ky flet mirë, por kur nuk ju përgjigjet për politikën ditore, atëherë ti mund të paraqesësh problem në shoqëri dhe një pjesë intelektualëve mendojnë se e ndjejnë se mund të merret disi, mirë po guximi i intelektualit është një çështje shumë e madhe, a duhet të heshti ose duhet të provoj që të shpjegoj dhe të pozicionoj rrugën se ku duhet të shkojnë të rinë në këtë shoqëri. Nga ky aspekt mendoj se duhet të jemi më të guximshëm në komunikim të këtyre temave, sepse këto tema janë të rëndësishme për të gjithë, po ne mundemi të mos pajtohemi për tema të caktuara profesionale, se do të gjendemi, mirë po patjetër të kesh qëndrim si në 10 vitet e ardhshme do të shkojnë në politika arsimore në Maqedoni. Prandaj këto ndërprerje, këto diskontinuitete në politikat arsimore ose çfarë ose si vjen, cili ministër vjen i ndryshon pra konceptet e caktuara dhe kjo është ajo mos kultura e kontinuitetit që reflektohet në shoqëri. Këtu intelektualët mendoj se duhet të luajnë një rol të madh që të japin motiv, që të japin guzim të rinjve për këto tema për të cilat flasim. Profesor, sepse edhe ju veti notat, unë do të kthehem ваша изјава дека родителите не треба да бракаат, односно да фаќаат врски во оценувањето на нивните деца и оваа изјава ја дадовте на промоцијата на вашата книга Размисли за образованието. Па колку таквото фаќање врски и нереалното оценување може да влијае врз оформувањето на личноста кај децата, остава ли тоа далекосежни последици? Алekjo pasojë afatgjate. Shikoni, kjo teme ka pjesë lidhjeve nuk është në këto 10-15 vite në shoqërinë tonë, por është prekurdium për vete dhe kur flas me të rriturit të njëjtë me thonë. Pra, a kapin prindërit tanë lidhje kur migrojnë, shkojnë në Itali, në Zvicër, ka atje lidhja, shkon dikush mund t'i japish fëmijës tim një notë më të madhe. Me siguri jo, shoqëria ka krijuar matrica të tilla të sjelljes të gabueshme, pra respektivisht sistemi ku ti nga ana tjetër mundesh nëse nuk përpiqesh në këtë mënyrë të reagosh. Mundet ndonjë fëmijë i cili dëshiron të studiojë medicinë, por ka pasur tresh në edukat fizike, mund të mos regjistrohet në medicinë. Ne shoqëria është dhe sistemi është bërë që të varet prej notave. Sistemi është i varur, nëse nuk i ke të gjitha pesëshe nuk mund të regjistrohesh. Ju kujton vitet e 90-ta, jeni pak më të rinj, vitet 94-95 kur regjistroheshim në fakultet kishte 200-300 njerëz me 100 pikë, nuk mundesh të regjistrohesh. Atëherë filluan të regjistrojnë në Bullgari në studime, sepse një pjesë e madhe të rinjve nuk mundeshin të regjistrohen dhe duheshin të regjistrohen në kufinancim. E njëjta ndodhe edhe në një pjesë të shkollave të mesme në Shkup kur gjysmë maturantët të regjistrohen. Mendimet e mia për këtë temë janë se sistemi për arsimin fillor gjatë notimit duhet një të riu të thotë se ti mundesh të bësh kjo, se kjo do t'i fokusohu në këtë. Dhe më pak mundesh këtë ose atë, dhe këtë nuk mund të më shpjegoj me notë, me 2, 3, 4, por duhet të shpjegoj atyre se ku do t'jun më pas në arsim nëse unë jam i orientuar drejt shkencave shoqërore, të mi bëjnë në lëndët e mia të fokusohem në atë koncept të zhvillimit, ku ndoshta pas 10-15 viteve do të arritë të realizohem, të përmbushem, të regjistrojmë në fakultet, unë përsëri do kem nevojë për matematikë dhe në arsim, në artë figurativ, po do të ketë një nivel më të ulët të matematikës për disa përmbajtje të lëndëve tjera të cilat janë më themelore. Ndoshta do doja të jem
Ако инженерос е спортист, се дуhet реализоhet që dikush ka thënë se duhet të realizohet. Od mladi deca ovde, roditelite, kako da gi ucenova decata da vide perfektni. I ti žive v detyrojnë fëmijët e jenë perfekt, dhe ata jetën në paranoj dhe në këtë mënyrë e vrasin pra të menduarit të kritik, ndërsa duhet diçka tjetër të nxitër ata të gabojnë derisa ta kuptojnë. Jo, të vërtetën po normat shoqërore, absolutisht ato aftësi jetësore, shoqërore bëhen gjithnjë më të rëndësishme. E shihni sa kemi në shoqërinë e tashme që janë kyçe nëse e parashon temën, si është përgjegjësia e çdo niveli të shoqërisë, si është toleranca në shoqëri, si është durimi në shoqëri. Do të shihni se ne ballafaqohemi me nivele të shumë të ulta të situatave ku e gjithë kjo krijon probleme tjera brenda, dhe kjo është një lloj produkti i asaj që çka ndodh derisa ju mësoni, zhvilloheni, cilët modele të liderëve. E dini në një projekt në Maqedoni për atë kush është njeriu më i rëndësishëm për fëmijën në shkollë, të themi, dhe ky ishte një projekt ku punonim me kolegë prej Kroacie, Slovenia, na ndihmonin kolegë prej Finlande. Njeriu më i rëndësishëm është lideri, drejtori, ai është i rëndësishëm për suksesin e çdo fëmie, ai është i rëndësishëm më njëherë pas arsimtarit. Cila është poenta? Poenta është se ai e krijon atmosferën sociale dhe emocionale në atë mjedisë dhe kolegjialitetin dhe konfliktualitetin, pra këtu është shumë rëndësishëm identifikimi, siguria, cilat janë ata njerëz të cilët me ekipin e vet do t'i promovojnë ato përmbajtje, ose ne do të themi tani nuk ka ujë të ngrohtë, nuk ka printer, nuk ka ku të marrë edukat fizike, nuk kemi kushte. Këtë i riu e sheh dhe ai i ri e ndjen, ndoshta nuk reagon për e regjistron, dhe ai në moshë 17-18 vjeçare sheh shembuj mundësi të hapura në botë, sheh se 500 ose 800 kilometra larg nesh ka një shoqëri krejtësisht tjetër. Po, kjo është momenti i parë me shtetin, momenti i parë i kontaktit të fëmijës me shtetin. Fëmija aty mëson diçka, aty e sheh se si është ushqimi, ajo gjelle ngrohtë ose blej çdo ditë se vëndes për shembull, ose blej diçka që ka më afër. Edhe kjo është një formë e arsimit. Edhe kjo është raporti i shoqërisë ndaj shëndetit mental. Si edukim, si të jahaj, si të rritet, edhe aty ka Profesore, сикогаш е Професор, gjithmonë është kënaqësi me ju të debatohet, mirë po tash ka dalë shtetin kohën e cila ishte paraparë për bisedën, kështu që këtu përsëri do t'ju falenderoj se pranuat këtë ftesë dhe ju presim edhe në një rast ardhshëm të debatojmë për tema të saktë të ngjashme që i prekin të rinjtë dhe rolin e tyre në shoqëri. Shumë ju falenderoj që ka emisione të këtilla që kontribuojnë edhe për zhvillimin dhe vetdijen e asaj që është shoqëri multikulturore dhe për temat të cilat i hapni. Откако го завршивме разговорот со професорот Барбарев, ви ги презентираме резултатите од анкетата која што ја поставивме онлайн со помош на алатката за испитување на јавното мислење. Најголема вредност во општеството се семејството и децата. Ова е ставот на 71,4% од испитаниците на нашата анкета, која што ја спроведовме во текот на изминатите денови. Сепак денешните млади сметаат дека најголема вредност во животот се платите и материјалното. Вака одговориле 85,9% од испитаниците. Те исто така во голем процент, односно 76,4%, сметаат дека има разлика во сваќањето на вредностите меѓу етничките групи. Ја прашавме нашата публика, што според вас представува традиционална вредност. 51,6% од испитаниците како одговор навеле семејство со деца. Понатаму 25,5% сметаат дека
дека тоа е домашното воспитување. Семејството е одговор за 13,6%. За 7,6% од испитаниците верата е традиционална вредност, додека само 1,6% одговориле дека тоа е бракот. Нашите испитаници дадоа и своји коментари на оваа тема, па ви предочуваме дел од нив. Публиката вели, треба да бидат ограничени социјалните мрежи кај децата, генерално TikTok. Понатаму, еден од испитаниците вели да се вратат вредностите во животот кои биле актуелни пред 30 години, како во образованието, така во медиумската сфера, па и во целокупното општество. Нашата публика смета дека треба да се забранат мобилните телефони во училиштата, да се работи на функционалната писменост, а во коментарите меѓу другото се наведува дека во образованието треба да им се вратат ингеренциите на наставниците и професорите, истите оние ингеренции кои просветните работници ги имале во минатот. Со овој коментар ја заокружуваме денешната епизода од подкастот да биде појасно на канал 77. Подсетуваме дека во изминатите 60 минути разговаравме за новиот општествен модел и новите вредности кон кои што се насочуваат младите во општеството. Ваши домаќини во оваа епизода бевме јас, Вања Мицевска и мојот колега Лори Кидриси. Да биде појасно.